Ka pasur shumë budallëk këtë vit në Big Brother, një nga ta Valbona. Aldo rrëfet sinqerisht, Laertis më pëlqen, po është më inteligjenti. Pak më shumë se 100 ditë brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, regjizori Aldo Marko i dha fund aventurës së tij në Big Brother VIP, i ftuar së fundmi në një emision për të folur më shumë për rrugtimin, por edhe të fshetat brenda Big Brotherit. Ai ka ndarë mendimet e tij pa dorashka për disa nga banorët si dhe dinamikat e lojës. Duke komentuar mbi inteligjencën dhe sjelljet e konkurrentëve të tjerë, Aldo nuk i kurseu as pak fjalët e sinqerta, teksa tha: "Ka pasur shumë budallëk këtë vit. Për mua një nga ata ishte Valbona. Ajo është tipik shembulli i asaj që vërtet dhe nuk dëgjon, nuk ka lidhje mes mendjes dhe gojës", tha ai me tone të ashpra. Për sa i përket lojës së Laertit, edhe pse pranoi se nuk e ka pëlqyer, ai tha se është një ndër më të zgjuarit në shtëpi, por nuk i dha pikë për strategji, teksa tha: "Laerti për mua është më inteligjenti aty, më bagazh dhe më dinaku, por loja e tij nuk vlen. Gjithçka që ai bëri ishte për shkak të Valbonës. Ai u bë aktiv vetëm për shkak të historisë së tyre dhe 90% e sulmeve që ka marrë kanë ardhur prej kësaj lidhje." Regjizori shprehu me skepticizëm edhe për dinamikën mes Gertit dhe Rozit, duke sugjeruar se gjithçka ishte një skenar i menduar për të mbajtur publikun të tërhequr, teksa u shpreh: "Me përjashtim të Gertit, sepse ajo me Rozin ishte totalisht e stisur, loja e tyre ishte vetëm për të krijuar pezullim te publiku, sepse dy shokë që njihen mirë nuk mund të japin dy versione kaq të ndryshme", u shpreh Aldo tepër sinqerisht. Ai mbylli duke thënë se mendonte se Gjesti do të ishte fituesi i këtij edicioni, duke parë edhe mendimet jashtë, por tha se nuk i pëlqen as pak loja e tij dhe dëshiron që fituesi të ishte një ndërmjet Danjës dhe Gertës.